Miq të Piskut, ju përshëndesim. Jemi sërish me profesor Angel Luka për të sqaruar disa gjëra që ne kemi sqaruar shumë mirë, por lind nevoja që her pas here t'i rikthehemi për të qenë më koncis dhe më të qartë për gjithë ata që na ndjekin, edhe pse pjesa më e madhe është shumë dakord dhe na kupton fare qartë. Angel, përshëndes, faleminderit që Përshëndetje edhe juve të gjithëve. Unë ftova në Kaltinin që të bëjmë këtë intervistë të dytë, shpjeguese. Natyrisht qëndron ajo shpreha që nuk mund t'i bjem me gur të gjithë qenëve që lejnë rrugës. Ka njerëz që nuk kuptojnë, ka njerëz dashakeq, që bëjnë komente denigruese ndonjëherë, po edhe ndonjëherë në mos kuptim të plotë të situatës kanë arritur edhe të thonë që mendësi komuniste, që pse të mos bëjnë njerëzit... Kjo që nuk bie fare me ne, nuk bie fare me ne, se jemi nga ata që shprehen më shumë se sa të tjerët edhe ndryshe nga të tjerët. Që duan të thonë që është kokën tuaj e komunizmit. Që ne pas kemi në mendje këtë komunizmin, i cili na pengon të shohim se njerëz nga anë banë botës mund të vinë të bëjnë biznes në Shqipëri, të bëjnë investime tjera. Dhe këta njerëz kujtojnë se unë jam ai komunisti. E kupton? I lajthitur. Se ka shtuar dhe këtë. Tash do t'i bëjmë dy shpjegime këtyre njerëzve, po jo specifikisht për këta njerëz me emër, po edhe për të tjerë që mund ta kenë këtë mendim në kokë. Në rreth pa njerë unë nuk kam asgjë të përbashkët me komunizmin, sepse unë jam i dokumentuar njeri që ka ngritur akuzat të drejt për drejta kundër Edi Ramës, që është i biri komunistëve të atij bllokut atje, që dini shumë mirë ju, dhe Sali Berishës që është biri shpirtëror që ka dalë po nga ajo parti, nga Partia Komuniste. Dhe unë njoh disa nga gjuhët e Europës, njoh shumë mirë kulturën e Europës, njoh shumë mirë edhe ligjet e Europës, njoh shumë mirë edhe ligjet e demokracisë. Dhe unë po kërkoj më shumë se kushdo dhe më me këmbgulje se kushdo prej 18 vjetësh që të zbatojnë ato rregullat e demokracisë dhe jo rregullat e komunizmit dhe të çfarëdo lloj diktature tjetër. Thënë këtë, po futemi një çik më konkretisht. Ata që mendojnë se në Sazan po bëhet një investim nuk kanë kuptuar asgjë. Unë e kam thënë disa herë Altinit, natyrisht kështu ballas, nëpërmjet kësaj kamera, që Gjerët Kashner është bir izraelit sionist, është njeri që rrjedh nga një popull që është mashtrues, spiun, agresor, vrasës. Që në gen. Ata e propagandojnë pa frikë vrasjen e fëmijëve palestinezë. Ajo është ushqyer që në bark. Ata janë ushqyer që në bark, që në shkollë, që në çdo gjë. Ata vrasin njerëz krejtësisht të pafajshëm thjesht për t'i zhdukur si popull. Tash çfarë mendoni ju se do të ndodhi këtu pas 10-15 vjetësh nëse Gjerët Kashner merr atë Sazanin atje? Ku ai do ta marrin ishullin në mënyrë ekskluzive. Ekziston rreziku që mund të thënë një Palestinë e dytë, e tretë. Ai atë synim ka, t'jeti sigurt. Edi Rama atë synim ka. Dhe ata kanë punuar gjatë gjithë këtyre viteve për ta zhdukur popullin shqiptar. Edhe po ndodh të shohim me sy tanë. Jo, këtu kanë ikur masivisht të rinj. Do të thotë që pas 15-20 vjetësh këtu nuk do të ketë më një popull shqiptar të vërtet. Se përderisa ikur të rinj, domethënë ikin gjithë brezat, ja ku thënë, nga familja ime, ata që sot janë 30 deri në 40 vjeç janë të gjithë jashtë shtetit. Vetëm njëri prej tyre është këtu. Nga 12 vetëm njëri është këtu. Dhe këtu kanë mbetur të tërë ata 60 vjeç e sipër. Dhe kjo po ndodh masivisht me shqiptarët. Dhe ky është veprimi i qëllimshëm. Nuk është investim ai që po bën Gjerët Kashner atje, se siç ju thash, investitor mund të gjenden nga gjithë bota. Kush është budalla që nuk merr një ishull të tërë? Edhe çfarë një ishull si Sazani? Një ishull komplet i virgjër. Tek ishull që kemi ne, ishull komplet i virgjër, komplet i pashfrytzuar. E kupton? Perla e perlave, mos harroni që Sazani është edhe një nga nyjet më të forta strategjike, se mbulon
komplet Adriatikun dhe mos harroni që mbulon njësoj si gryka e Hormuzit gjithë tregtin që vjen nga qendra e Europës. Qa pasuri. Gjithë pasurinë që vjen nga qendra e Europës, nga Austria, nga veriu Italis, nga Kroacia, nga Slovenia, nga Çekia, nga Hungaria, më the tash, të gjitha kalojnë aty. Nesër pas nesër Izraeli tak. Pse kot budallë ishin rusët që donin me se s'bën Sazanin dhe Vlorën? Ha? Qa kujtonin? Dhe ky po ja fal ashqare, po ja fal, as ta blen jo, po ja fal. Pse? Sepse ai është komplet i shantazhueshëm, është komplet i inkriminuar. Kush? Rama, pra? Rama, ai që po e jep, është komplet i shantazhueshëm. Ata kanë gjithçka, jo diçka, gjithçka. E kupton? Është loja ajo që gjasme nuk do vinte ky në Davos se nuk donte zoti Trump. Jo. Aja shqiptare po i thoshte, shko atje më jep Sazanin. Jepi Sazanin si me bie dhe ndritim. Jepi Sazanin izraelitëve, se izraelitët e kanë, më falë për shprehen, edhe bolet në dorë edhe vetë Trumpit. E vërtet është. Shë vërtet, e di gjithë bota që është vërtet. Ata kanë bërë pis çdo njeri që mund të bëjnë dhe që ka mundësi të vjetë në krye të shtetit. Po mirë, do thotë një shqiptar tipik i thjesht, domethënë që ha buke djathtë aty ke shtëpia, jo si po du ta gjykoj nga kjo, por është atë reatinë vet aty edhe që s'para i kërcet fare për të lloj politike, për të gjë. Le të merret me mos kërcitjen e tij. Merret me Big Brother, me filmat e se kush e ndalon? Shefat e DJ Brian, çdo DJ kush e ndalon? Bon show e këto gjëra. Ne këto komente po i bëjmë për ata shqiptarë. Çfarë intereson shqiptarëve kjo gjëja, domethënë Angel? Për një shqiptar të thjesht, pra nuk po duhet të gjykoj, por një shqiptar thjesht që thotë që s'më intereson fare se ç'a ndodh, ç'a bën Trumpi, ç'a bën Rama, po letaj buke. A do ndikoj kjo edhe te ky shqiptar domethënë? Letaj buke tranaj letëria atje, ç'a ti bën? A do ndikoj edhe te ky shqiptar? Po ne nuk kemi dalë me pushtë në dorë të vrasim njerëz siç bën komunistët një herë në kohë, o me neo kundra nesh. Se kemi bërë atë. Pra kjo do ndikoj, pyetja ime është që do ndikoj edhe tek ai shqiptar që është mos kokçare që si intereson fare se ç'a ndodh në Shqipëri. Ta kam thënë që në politikën e këtij shteti mos kokçarja është qëllim më vete, që t'i nxisin njerëzit në mos kokçarje, në indiferencë deri dhe në tradhti të qëllimshme. Më këta po i nxisin njerëzit kastile që të thonë ky vend nuk bëhet. Ik që këtej, ik lere. Ky vend është i poshtër, ky vend është i keq, ky popull është maskara tjera. Këta e kanë nxitur, çdo lloj propagande bëhet me këtë qëllim. Çdo lloj propagande bëhet me qëllim braktisjen e vendit. Poshtërimin e vendit. Ai qoftë ata që braktisin fizikisht, që ikin largon nga Shqipëria, por edhe ata që jetojnë këtu që braktisin nga ajo që nga mos reagimi dhe pranimi i kësaj që Shqipëria s'bëhet. E braktis fizikisht apo e braktis mendërisht dhe shpirtërisht njësoj është. Ai jo më kot të ullë në gjunjë aty para melonit. Ka ngel gosht dhe jo? Ai e di pse më ka ngelur gosht? Do më ngelte gosht në çdo situatë, po ai e ka bërë qëllimisht kundër meje. Për ty, a? Po. Po pse mendon kështu që e ka bërë ty? Sepse midis të tjerave, pikërisht ato ditë, në datën 9 maj, domethënë ajo skena e tij ka ndodhur 15 maj. Të 2025-s. Në 9 maj, nëse e mbani mend, këtu kanë ardhur biçikletistat e Giro d'Italia. Giro d'Italia, po? Ashtu dhe. Dhe unë jam shprehur qartë në rrjetet sociale që Giro d'Italia nuk mund të bëhet në Shqipëri, sepse kjo simbolizon që edhe Shqipëria është një pjesë e territorit italian. Çdo gjë e tyre ka qenë e qëllimshme. Dhe ky, për të përmbushur poshtërimin dhe aneksimin e Shqipërisë në pjesën italiane, qëllimisht ullë në gjunjë, që t'i jap sinjal gjithë botës që Shqipëria është në Italinë. Domethënë akti i tij është më tutje se marrëzia. Është akti më dashakeq që mund të bëhet ndaj asaj për të cilën shqiptarët janë mbushur gjithë jetën, në gjitha brezat, për krenarinë e këtij vendi. Ata që kanë dashur italianët ta bëjnë... Mourinho Bofshire që na i thuk të gjona se realisht nuk para i dëgjojnë nëpër media. Po pra si dëgjojnë se si din, bile qoftë edhe sikur
bile pas 8 muajsh që unë kisha Dëgjoni bërë diçka ndryshe më, dëgjoni diçka ndryshe nga ajo muzika që dëgjoni vazhdimisht në vende të tjera, kudo ku dëgjoni, kudo ku ushqeni, dëgjoni një herë këtë njeri për atë siç ka thotë, edhe mendojeni pak më ndryshe, mendojeni një herë të paktën një herë. Janë të tëra të dokumentuara këto. Mendojeni. Janë të tëra të dokumentuara Se ato. nuk ka asnjë lloj interesi ky zotni, nuk ka asnjë lloj interesi për vetëm se vetëm është një shqiptar, tamam shqiptar. Atëre unë tani kam dërguar praktikisht me email, e kam dërguar SPAK-ut, kallëzimin penal për poshtërim të simboleve të Republikës për kundër zotit Edi Rama, pasi ai kallëzim ka fjetur 8 muaj në prokurorinë e Tiranës. Dhe si që thash, unë e dërgova Kastilën në prokurorinë e Tiranës, që ata të jepnin mos fillim, domethënë të jepnin mungesë kompetence dhe ta dërgonin në SPAK. Tani, me që ata prita unë kjo gjë nuk ndodhi, atëre unë e dërgova kallëzim penal, ja ku e ke, kallëzim penal, lexoje. Kundër Edi Rama, kryeminist prokurorisë ka qenë prokuroria së rrethit gjyqësor Tiranë. E ke çuar me 19/5/2025. E kam dërguar 19/5/2025 kundër poshtërimi i Republikës dhe i simboleve të saj. Tani këtë e kam dërguar dhe ja kam dërguar dhe SPAK-ut. Ta lexojmë. Lexoje. SPAK prokurorisë së posaçme 2 ditë më parë. Ja ku e dërgoja. Dërgoja me 31 janar 2026 në orën 11:33 minuta. Është dërguar në adresën info@spak.gov.al. Është dërguar dhe është dërguar kundër Edi Ramës. Edi Rama, kryeministri i Republikës së Shqipërisë, për veprat penale, poshtërimi i Republikës dhe i simboleve të saj, plus shpërdorim detyre, sepse ai është vetë kryeministri, domethënë. Në 268 dhe paragrafi 2 dhe 248, që është përdorimi i detyrës, dhe midis të tjerave kam kërkuar që Edi Rama sqarim ky kallëzim ju paraqit fillimisht prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, sepse po pra, para këtij kallëzimi kundër Edi Ramës, së bashku me disa të tjerë krerë institucione, SPAK e degdisi dosjen prokurorinë e Durrësit. Dhe i kam kërkuar që shteti shqiptar ti marrin Edi Ramës edhe 10 milion lekë kështu nga këto që ndarkat tona. Nga ato që ha fare. Sa për ta ngjyrë. Domethënë, këtu nuk bëhet fjalë për interesa personale të Engjëll Lukës, se siç ja kam thënë 100 milioner, Engjëll Luka po të kishte dashur para e lavdi, këto që bën Edi Rama i kishte loj kalamajsh. E kuptoni? Engjëll Luka i ka pasur të tëra mundësit dhe të tëra ta lëtyrat që mundohen të thonë që Engjëlli është në rregull nga trut e pas ka thënë dhe mjeku. Që bëjmë një sqarim. Të gjitha ata persona që kanë bërë këtë loj, janë në gjykat, kanë pranuar fajin dhe do paguajnë paraca prej tyre. Ca të tjerë janë kështu në vazhdimsi. Sepse ai mjeku, që ta dini ju, ka marrë një veprim në kundërshtim të rënd me ligjin. Ligji nuk e pranon kurrësi që të ndiqet njeri dhe të merret masa ndaj tij nëse personi nuk ka bërë vepër penale. Është neni 228.1 i kodit të procedurës penale. Si dito nene të gjitha përmend zhëfur. Atëre, Engjëll Luka ka qenë nga ata që merrte 100% i vetmi nxënës në gjuhët e huaja, që merrte 100% dhe jo një. Pikët maksimale. Absolute, jo maksimale, absolute. Shokët e mi, më i miri pas meje, arrinte të merrte maksimumin 92. Më i miri pas meje. Ishte i dyti, domethënë, më mirë. Më i miri pas meje, ashtu. Dhe këto rezultate, sot Engjëll Luka ka 40 vjet që nuk jep mësim. Rresi mos jep kështu mesazhe se i bie që ata që mësojnë i bie nuk bëhen gjë në jetë. Ata që mësojnë, unë s'mësoja, unë i dija. Mos i ngatrojnë gjërat. Unë s'kisha nevojë të mësoja, po unë isha sy. Do të ngacmojmë unë çik ditë. Po unë isha sa për doni, unë isha njeriu që studioja më pak, po unë isha njeriu që isha maksimalisht i përqendruar në klasë te mësuesi. E kupton? Domethënë unë
nuk bënde vaki që të më shpëtonte një fjalë vetme nga goja që nxirrte mësuesi e çfarë shkruante atje në tabelë. E kupton? Tani për ta Domethënë, është përkushtimi, është dëshira për të mësuar. Shumë herë më tepër se sa koha që ti harxhon duke studiuar e duke lexuar, më the tash. Po, për tek kësaj je edhe një shqiptar i vërtetë dhe i mirë, se mund të ketë edhe njerëz të tjerë në Shqipëri që kanë studiuar, kanë mësuar edhe janë kthyer në njerëz të dëmshëm, profesionistë të dëmshëm të këtij vendi. Shumë më ndryshe nga të tjerët, unë çdo gjë e kam timen absolutisht, dhe të vetme gjë që më kanë lënë prindrit ka qenë krenaria për veten, dëshira që për çdo gjë t'ja dal vet, dhe një dashuri për atë burin atje dhe për gjithë çfarë simbolizon shtetin shqiptar dhe Republikën e Shqipërisë dhe popullin shqiptar dhe tërësinë e kombit shqiptar, që për letërsinë shqipe, për kulturën shqipe e për gjithçka që kemi për traditën shqipe, për gjithë ata njerëz që unë nuk kam dashur t'i harroj kurrë. Unë e kisha plotësisht mundësinë të beja të tëra tradhtitë mundshme dhe askush mos e merrte vesh. Dhe vetëm se shpirti im punonte ndryshe, unë nuk e bëra. Prandaj Dhe unë e di që në Shqipëri ka plot njerëz të tillë. Po nuk e kanë guximin të bëjnë atë që kam bërë unë dhe nuk e kanë mundësinë dhe as guximin që të sakrifikojnë veten deri në këtë. Sa po the që ka njerëz, ka shumë të tillë, thua ti, por ato që nuk shprehen ose nuk e marrin këtë hap, siç po e merr ti, i konsideron po pjesë të kësaj loje, të kësaj. Nuk i konsideroj dot pjesë të kësaj loje, po i bëj fajtor gjithsesi, që domethënë në mënyrë Shiko, është e papranueshme që për shembull të shikosh tu, të paktën kohën tonë ishte e papranueshme që të shikojë një grup njerëzish që t'i vieshin të dhunonin një njeri të vetmuar. Në radhë parë nuk është as pak burrore. Dhe unë nuk e di se si këta njerëz e durojnë që unë i vetëm pa asnjë lloj ndihme luftoj kundër disa shteteve. Po. Jo kundër një njeriu të vetëm, e kundër një shteti të vetëm. Po. Që gjithmonë edhe kemi thënë që të dalim pak edhe tek pjesa që ne kemi bërë tek video e fundit, që kemi kërkuar një lloj mbështetje pra me atë thirrje që ke bërë ti edhe shumë njerëz, pra edhe për pjesën e votimit. Që edhe s'është kuptuar kjo gjëja. Pra si e pret ti le të themi mbështetjen ose atë siç kanë ndjekin njerëzit ne që duan të jenë pjesë e jonë. Dëgjoj këtu, nëse njeriu do që të bëj atë që unë kërkoj për shembull në rastin konkret. Po, që ti pak më të qartë. Po pse vështirësi e madhe është që të më kontaktojnë mua të thonë, Angel, kemi nevojë të të kontaktojmë se duam të ndihmojmë. Ty le numër telefoni, jo që janë të tëra, janë edhe të shkruara me sa di unë. Në Facebook i kam pasur që ka muaj 5 që është zhdukur Facebooku, Instagrami dhe ashtu. Plus unë kam edhe muaj 3 që edhe unë kam YouTube kështu të kufizuar. Me sa di unë në një nga këto videot që kam hedhur në TikTok, kam nxjerrë edhe IBAN-in tim. A keni parasysh ato filmat me ato agentët? Gjën më të vogël që bën të ndjekin direkt. Dhe IBAN-in tim e kam vënë atje, domethënë çdo njeri që është interesuar mjafton të më lërë një mesazh në cilin do nga këto edhe në rubrikën e komenteve, e kupton? Edhe unë t'jap numrin. Edhe tek YouTube, tek video që hidhet, mund të shkruani kam dëshirë të jem pjesë e kësaj kauze, të ndihmoj Angelin. Angeli është nga ata që e ndjek gjithmonë edhe madje unë i shikoj pasere, edhe në çdo sekond unë mund t'ju jap IBAN-in tim, mund t'ju jap numrin tim të telefonit, mund ta japin ndihmën cash, mund ta japin direkt në llogarinë. Edhe shpjegon edhe arsye që tieni ju sa më nëse se keni kuptuar nga kjo se çka është. Dhe sa për dieni, edhe llogarinë bankare ma kanë mbyllur se praktikisht më kanë çuar 1.700.000 borxh gjasme borxhun. Në fakt ai që ka bërë këtë punë është aseti këtyre ajdutëve të Bankës së Shqipërisë. E kupton? Është një përmbarues që ka marrë një urdhër gjykate, po që nuk ekziston. Nuk ekziston, e ka blerë në pazare, ka blerë me janë. Dhe tashi ka 2 vjet, dëgjoj tashi, ka 2 vjet që drejtuesi aktual i gjykatës së shkallës parë, Gert Hoxha, ka nxjerrë një vendim që kërkon të regjistrohet procedimi penal kundër atij përmbaruesit, e kupton? Dhe regjistrimi i procedimit penal e çon atë direkt në burg.
Mirë po, gjykata e apelit i ka bërë 3 herë kërkesën atyre të gjykatës apelit që më shpejtoni vendimin, të marrë vendimin që të marrë parat dhe të zhblokojnë situata. Jo, s'lëvizin nga vendi ata. E kupton ti? Tani 3 vendime rjesht brenda pak ditëve kanë dalë nga SPAK-u, domethënë nga gjykata e posaçme, të tëra për të marrë në mbrojtje Sotir Klapin. Të tëra vendimet së prapthi që nxjerr Sotir Klapi në mbrojtje të Altin Dumanit. Domethënë Sotir Klapi merr në mbrojtje kolegët e vet dhe i shefin. Altin Dumanin, Dritan Prençin, Doloreza Musabelliun e më the të thash, dhe brenda 10 ditëve kanë ardhur 3 vendime bashkë që të lënë në fuqi ato që thot Sotir Klapi. Po Sotir Klapi është nga ata që vendimin e parë që ka nxjerr, domethënë që ka hedhur poshtë kërkesën time, kallëzimin tim, siç shkruajnë gjyqtarët në fund thonë që sepse e ka ligji, që brenda 10 ditëve Angeli ka të drejtë të ankohet. Ku thua ti? Sotir Klapi i SPAK-ut më thot mua, ke të drejtë të ankohesh ku? Në Pogradec. Komplet i mpir nga trut tjetri. E kuptoni juve apo jo? E kuptoni kush e, po të shikosh ato vendimet janë copy-paste të gjitha. Kam marr vendime, i kam edhe këtu, ti lexosh fjalë për fjalë. Si njëri dhe tjetri. Të tëra copy-paste, edhe ata që ka bërë ky, më farë më shprehen, si që kemi thënë, Shpëtim Karakushi me Erion Cenkon, e kanë thënë dhe vetë ata, na ka shpëtuar se e kishim në një vend tjetër. Copy-paste, losim me jetë njerëzish ata me copy-paste. E kuptoni në shpik janë këta. E kuptoni ju të nderuar shqiptar që me këta lloj oficerash policie, prokurore, gjyqtar, për më tepër që na merren në mbrojtje nga ata të ambasadës amerikane që janë vetë hajdutët e parave që janë depozituar atje. Ta kam thënë qiteru. Dhe ata tash i thonë që mos na prekin SPAK-un se si këta s'ka të tjerë, kanë bler ata SPAK-un. Kanë bler ata. SPAK-u i shërben më shumë Amerikës, ambasadës. Por atyre ju shërben ai, s'na shërben neve, atyre ju shërben. Prandaj ata e kanë gojën hapur thonë, o na jepni Sazanin, o ne ju marrim në qafë të gjithëve, sepse ne i kemi tëra informacione që ka SPAK-u. Ka gjithë në rrjetë ajo. Të ta në rrjetë. Po me këtë, për ta mbyllë herë me këtë qeshim bitort, me këtë të Epsteinit, dy fjalë, ndoshta nuk do themi shumë gjëra, por si skem le të themi, si e shef, si ke parë, ka vite që dalin, jo del diçka tjetër. Tani detajet në rastin konkret për mua nuk janë të rëndësishme, atje ka me mira foto, video, më thëtë tash, janë të përzirë të tërë këta që shikoni të mëdhenj dhe nuk është as pak rëstësore. Nuk është rëstësore? Fare. Po kush ka që ky skenaristi, ky regjizori i kësaj gjëzë? Atëre, shiko. Ka që ky Epsteini vetë, ky financier? Jo, Epsteini është një vegël. I vegël. Vegël. Po kush Mosadit? Mosadit, Ora. Është qarta jo dinjitar. Dhe vetë Mosadi në vetë është pasuria ishull te shiko këtu, dëgjoj këtu, kjo është ajo historia e atij qenit që ka fshon bishtin e vet. Amerikanët fillimisht nuk donin që të ndërtojë shteti izraelit. Vetë britanikët që kishin këtë koloni, domethënë Palestinën, pjesën e Palestinës, dhe kishin edhe Sirinë, Jordaninë, më thet tash. Ata qa ben, kur e panë se domethënë pushteti tyre po mbaronte, atëherë qa ben, ju premtuan njëkohësisht edhe izraelitëve edhe palestinezëve. Të njëjtën gjë. Si këta budallëjnë tanë, këta supermaskarejnë tanë që shesin një apartament 4 herë. Edhe ata të njëjtën gjë ben anglezët. Dhe kjo ishte... I futë në konflikt njerëzit. Po pra, dhe kjo... Palestinë dhe Izrael. Po pra, dhe i futë në konflikt të përhershëm. Këtë situatë Amerikanët donin ta shfrytëzonin sepse donin patjetër një kemp në lindjen e mesme, me që po mbaronte perandoria britanike, ata e shikonin këtë si një mundësi të pastër për të ndërtuar për të zgjeruar perandorinë e tyre. Dhe e lejuan krijimin e shtetit izraelit, po ndërkohë që shteti izraelit kishte kohë që ndërmerte veprime të rënda terroriste për të arritur qëllimit.
Pa. E kupton? Mos hyjmë në detajeve, e realizuan këtë, u krijua shteti në 48-ën, domethënë 47-ën u krijua si shtet, në 48-ën vendet arabe krijuan një sulm të parë, po dështuan, në 63-shin përsëri dështuan, ndërkohë Franca ka qenë e para që ka ndihmuar shtetin izraelit për krijimin e industrisë bërthamore. E kupton? Amerika donte që shteti izraelit të ishte sa më i fuqishëm për ta pasur qëllimisht si element konfliktual. Pa. Domethënë për të ndryer në çdo moment. Ata fuqizuan Mossadin, nga ana tjetër Mossadi punoi për të shtenë në dorë të gjithë krerët e shtetit amerikan në radhë parë. E kupton? Dhe për t'i arritur më lehtë ka qenë pikërisht për t'i bërë pis. Pa. Domethënë në gjuhë kështu çik më popullorçe. Edhe më i qartë, edhe më e kuptueshme. Po pra, edhe në Shqipëri këtë kanë bërë. I bën njerëzit pis dhe pastaj i përdorin. Pa. I ngrejnë në politik. O, pastaj Dhe ka kështu në e kanë. përveshje. Jo, e kanë të lehtë ashtu se njeriu sa më lart jetë, aq më i friksuar është se më e gjë. E kupton? Dhe pikërisht këtë politikë kanë luajtur kudo ata, siç kam thënë, në politikën europiane janë të tërë të shantazhueshëm. E kupton? Është një Pra po thua që po njëjta skemë është përdorur edhe në politikë, edhe me Epsteinin. Pra Epsteini ka qenë i karrem për të kapur gjithë ka qenë i karrem, bile vetë Trump në atë kohë, që është lidhur me Epsteinin, ka pasur jo më pak se 920 milion dollar Sa interesante. borxh. Sa interesante dhe ka lidhur edhe emrin atij e kanë vendosur Epstein që lidhet me Epshin. Ai ka qenë, domethënë vetë Trump ka qenë komplet i shantazhueshëm, i ngordhur praktikisht. Ka Trumpi dokumenta gjëra do të thonë që kanë lidhje me këto skandalet që po dalin. Po i kanë vetë ata, i ka FBI-a të gjitha orti çun. Ka dhe Trumpi që ka qenë Por, pjesë. po i ka FBI-a të gjitha, s'ka nevojë atë. I ka departamenti i shtetit. Po më e forta është se ajo që është sot në krye të departamentit drejtësisë, Pambondi ka qenë vetë karem seksual. E kuptoni ju Kanë dalë disa dokumente, disa informacione që diskutohen dhe në media shqiptare që ka pasur dhe për gra dhe vajza shqiptare ose edhe njerëz me pushtet nga Shqipëria. Atëre më dëgjoj që këtu. Jo, unë të them me bindje absolute që në Shqipëri kapen vajza të reja, të bukura deri shumë të bukura, po. Edhe sot? Po, edhe sot. Do kapen në kuptimin që rekrutohen dhe përgatiten në radhë të parë seksualisht për të qenë karem. Si përgatiten? Bëjnë palestra gjëra kështu? Bëjnë të gjitha format e rekrutimit duke përgatitur nga ana seksuale për të qenë karem për të përdorur kundër njerëzve me pushtet, biznesmen. Në botë, apo edhe në Shqipëri? Në Shqipëri dhe në botë ku dush ti. Dhe kjo vepër është vepër e vetë sigurimit të shtetit. Shikut. Dhe policisë. Po mirë, edhe tek Epsteini kanë pasur, deri aty kanë shkuar. Ore, mos u bëni buda dhe juve ata, këto janë kareme që përdoren gjithë botën. Edhe në Itali përdoreshin. Ashtu qarë fare. Unë po flas nga gjëra që i di unë vetë. Po, jo nga ata që kanë ditur, dhe unë se di sepse doli Epstein, unë e kam ditur prej kohësh. Kam pak 20 vjet që e di. Se si funksionon gjithë ky rrjet. E kupton? Të gjithë ata njerëz që ju i shikoni sot nëpër ministrira, më thet tash drejtorira, gra të bukura të reja, më thet thash, në një mënyrë apo në një tjetër kanë qenë pjesë e kësaj loje. Kur thua kësaj loje si skem apo edhe Epsteinit? Jo. S'është e thënë që patjetër Epstein. Të tillë si po e dini ju sa njerëz kanë nëpër botë si Epstein? Po. Është vërtet. Bile njerën kohë sa për djeni. Po pse bin nxjerrin sot këto fakte këto gjëra? Po se ato kanë dalë, pse po i dalin sot nga media? Kanë dalë pra se Epstein ka, domethënë kjo histori e Epsteinit ka vite më. Ka vite që më sa diun që në 2009 që domethënë kanë qenë bile Pambondi ka qenë prokurore dhe ka mbyllur. Po. Njerën kohë, domethënë në fillimet e saj. Ai u dënua një herë, u lirua, u dënua prapë, u arrestua dhe pastaj e vran sepse e vran ose e shpallën të vrarë, sepse është si punë e Edi Ramës, si thash unë.
Ta kam thënë disa herë, unë kur ta hedhin na japin atë kapakun poshtë avionit. Po pse qesh më se është kryeministri jonë? Jo, është kryeministri yta jo imi. Nëse. Po, Domethënë është kryeministër aktualisht i shtetit shqiptar dhe unë ta kam thënë që është kryeministër. Dhe si i tillë duhet të sillet si do të hidhur nga kryeministër. avioni. Bile në mos shikoni çik mirë këta filmat amerikanë se Pash një gjithmonë dëgjoj këtu, gjithmonë këta kanë Dalin fiksa fjalë gjithmonë ti këtu. Dëgjoj këtu, gjithmonë këta kanë pretenduar se rusët, dhe është e vërtetë, nuk është e me pavërtetë. rusët kanë pasur, me CIA. Pra, rusët se rusët edhe me një që të bënë kryeministre. KGB-ja Edhe kishe mo gjithë informacion që kishe bo kryeministre, janë zorën atë aty moment që kandidon dhe ajo në fushat, i nxorën gjithë informacion që kishe bo. Sipas CIA e boni. Sipas CIA-s dhe propagandës amerikane, KGB-ja, domethënë rusët, pse na po dalë të mbaroj një. Rusët përgatisin kështu karemash seksual, domethënë agjentet ruse të KGB-s. Po pra, gjen pikët më ashtu ka nisë edhe njerëzimi, kupton? E hongri mollën ai dhe hop. Paraja dhe pjeshka kanë qenë gjithmonë pjesë asaj, domethënë karemit për të shkërbëj pushtetin. Për të shkërbëj pushtetin, për ta rekrutuar, për ta korruptuar. Këto kanë qenë gjithmonë. Kanë gjithmonë pika dopta që njeriu kapet domethënë. Kjo ka qenë, shiko, këto janë metoda që janë përdorur këtu e 10.000 vjet përpara, nuk është se përdoren sot. Që në krimin e botës. Por këta e kanë ngritur në një shkallë të pa imagjinueshme, e kanë masivizuar. Mirë, pra, se të të bëj pyetje që ti na e ke shpjegu. Tani do e mbyllim fare, Po si ka, pse na japin toni për shembull nëpër filma që theti, pse na i thon? Mbame që e kemi diskutuar, na e ke dhënë njerëz si informacion këtë gjë, si skem. Pra, këto të CIA ose shërbime sekrete, disa gjëra na i japin nëpërmjet Hollywoodit, nëpërmjet tyre serialeve dhe filmeve, na i tregojnë domosdoshmë skemën le të themi se si ndodh. Pra, shiko, çdo film që del, po ti shikoni del në një kontekst caktuar. Po kupton? Po ti shikosh tash janë masivisht ato filmat e Hollywoodit me ushtar amerikan, heronj që kanë bërë namin andej nga Iraku, nga Afganistani, dhe këto janë një mënyrë për t'u thënë vetë amerikanëve që ne kemi sakrifikuar, nuk mund ta hedhim poshtë gjithë ato që kemi bërë, ama atje lanë 2 trilion dollar, 2.000 miliard dollar atje, dhe ikën më të turpuruar se kur. Ky është një efekt propagandistik për të mbuluar turpin dhe dobësinë e tyre. Tashi, është fakt ky, ne nuk mund ta hedhim dot poshtë që në Europë bëhet nami kundër sekretarit të NATO-s, i cili thotë ne pa Amerikën s'bëjmë dot gjë. Dhe kjo do të thotë edhe atë tjetrën që NATO po çahet nuk është me NATO-a. Kupton? Dhe është fakt që unë them që Europa ja del edhe pa Amerikën, po me dhimbje të mëdha ama. Po ky Macron është pjesë e lojës thua me këtë qendrimin që mban. Edhe një herë do të përsëris këtë gjë. Unë nuk besoj që Macron është pjesë e lojës. E ka seriozisht me atë që bën. Unë besoj që gjithmonë Franca e ka pasur gjithmonë seriozisht. Dhe Franca ka qenë një nga vendet kryesore në politik, në diplomaci dhe nga ana ushtarake për Europën. Ka qenë gjithmonë lider Franca. E kupton? Dhe praktikisht janë 3 vendet sot më të fuqishme ushtarakisht në Europë. Turqia, që praktikisht, po ta shikosh mirë, nuk është me NATO-n, për veprimet që po merr. Është Franca që është boshti i Europës, është dhe Britania, po që Britania është shumë e lidhur me Amerikën. E kupton? E ka akoma më të vështirë për të shkëputur. Ndërsa Franca historikisht në një mënyrë apo në një tjetër ka qenë rebele brenda NATO-s kundër Amerikës. Kurse ne në Shqipëri jemi me gjithë, domethënë. Të jemi në Europë, që du me hyrë në Europë 2030 e ka premtuar sultani jonë. Një njeri pa fytyrë. Këtë pastaj të jemi me Amerikën duke dhënë Sazanin e një njeri pa fytyrë që drejton këtë vend dhe që është i përzgjedhur nga ata, është i detyruar të japin çdo gjë kujdo që ja kërkon. Ai e ka kohë që është 90 gradë. 90 gradë, është palos, kështu, e keni parasysh edhe? Domethënë se ka edhe goditje kështu.
Kanë pasur edhe nga ata komentuesit që mbase e ka këshuaj, e ka zakon që ulet në gjunjë si që ul melonit. E ka bërë kështu refleks e dini, ka kthyer shumë profesionale, është më shumë profesionale se sa vetë kryeministri si rol. Domethënë, më shumë është profesionist aty do të thotë Engjëlli si sa si kryeminist. Për te shakas. Po se shaka pse? Për te shakas keni parasysh një gjë që jeni në dorë të një klase politike, të një ta ashtu quajtur parije, dhe paria janë bizneset e mëdha, bankat, mediat, qeveria, parlamenti, më thëtë tash, gjithë këta bëjnë atë parije politike dhe të gjithë këta njerëz janë komplet të marrosur pas pasurisë, pas pushtetit absolut, Janë të smurë komplet, pas tyre. pas domosdoshmërisë për të mos u hetuar dhe për të mos u dënuar, sepse ata janë të tërë të dënushëm. Të uajti mbajnë shumë pe grepi, tak, Ti përshëndesim mirë? Po s'na dhe, tak, ne të rejtë Nuk do përshëndesim shqiptarët, do përshëndesim gjithë to që sapo theti tani, gjithë të parinë e madhe këta njerëz që kanë dorë sot pushtetin. Ore, nuk e kuptoni juve në të gjithë botën, edhe në Shqipëri, për gjëra fare më të vogla rrjedhin 10.000 euro apo 10 miliona lek. Po nuk e kuptoni ju pse Engjëll Luka që ka me vendim gjykate një mal me para askush nuk i jep as i kokër leku. Se kuptojmë te, do ta themi herën tjetër. Kuptojeni që. Do ta themi herën tjetër miq, ju përshëndesim, t'jeni mirë.